jemi një popull me shumicë muslimane. Por hasim njerëz të cilët nuk e besojnë në ringjalljen pas vdekjes. Sipas mendimit tuaj, nga vjen kjo mendësi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut, Zotit të gjithësisë, i cili krijoi jetën dhe vdekjen, i cili vendosi ligjsinë e jetës dhe të vdekjes, dhe lavdrimet e paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, profetin Muhammed, që na solli Kur'anin nga Zoti i gjithësisë, na mësoi të vërtetën, na tregoi se ka një ditë ku do të dalim para Allahut, do të japim llogari, dhe do të ndahen njerëzit një pjesë për xhenet, vendin e mëshirës dhe begatisë, dhe një pjesë për zjarrin e xhenemit. Vendi jonë kaloi një periudhë të egër, një regjim shumë të ashpër, i cili e ndaloi fenë dhe bëri një propagandë intensive materialiste. Gjithasaj kohë propagandoi se njeriu është një copë mishi pa shpirt. Se njeriu nuk ka shpirt, se nuk ka Zot, dhe se nuk ka ditë gjykimi, nuk ka xhenet, nuk ka xhehenem. Krejt në kundërshtim me Kur'anin, me hadithet e profetit, me besimin që kanë patur të gjithë profetët e Allahut. Ajo që një fatkeqësi e madhe faktikisht për popullin tonë, dhe një pjesë e njerëzve u frymosën në materializëm. Realisht, regjimi komunist nuk arriti që të shëronjoste besimin në një Zot në zemrën e njerëzve. Por një pjesë e njerëzve morën një pjesë të mendësisë materialiste. Edhe kështu nuk e besoj që ka gjykimi, po ti pyesësh, a ka Zot? Thot po. Po njeriu ka shpirt? Thot po. A është njeriu një qenie me shpirt? Po. Po vdekja për ty çfarë do të thotë? Është i detyruar, domethënë, duke ndjekur këtë logjik pyetjesh, ta pranoj që vdekja do të thotë ndarje e shpirtit nga trupi. Përderisa është kështu, a ka një ditë gjykimi dhe llogarie? A kemi një përgjegjësi para Allahut të lartësuar? Po çfarë thon librat hyjnor për ringjalljen, për ditën e gjykimit, për xhenetin, për xhehenemin? Të rritë janë më të kthjellët, janë të pastër dhe e pranojnë argumentin. Ndërsa një pjesë atyre që janë vrymosur gjatë regjimit komunist kanë dyshime, kanë problematika, kanë një sër pyetjesh në lidhje me ringjalljen, në lidhje me ditën e gjykimit. Pra është ajo mendësi e gabuar, e cila ka bërë që një pjesë e njerëzve ta vënë në dyshim ringjalljen pas vdekjes, ditën e gjykimit, xhenetin, xhehenemin. Një realitet ky përmendur në Kur'an dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra fjalë për ringjalljen pas vdekjes. Realisht edhe profetët e Allahut janë ballafaquar me njerëz që nuk e besojnë në ringjalljen. Allahu vetë ka dërguar në Kur'an që kishte njerëz në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam që nuk e besojnë në ringjalljen. Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur si një formë mosbesimi në mohimin e ditës së gjykimit. Dhe kullullahi malaikatu wa kutubi wa rusuli wal akhir qad dalla dalalan ba'ida, kush mohon Allahu me lekët e librat e të dërguarit të tij dhe ditën e fundit ai ka shkuar në humbje të lartë. Kush e mohon, që do thotë se është mosbesim. Quhet mosbesimtar ai që nuk beson në ringjalljen pas vdekjes. Mund të jetë një fetar i saktë musliman, në qoftë se ai nuk e beson ringjalljen, nëse nuk e beson ditën e gjykimit, nëse nuk beson që ka një ditë ku njeriu do merret llogari për veprat para Allahut në çdo gjykim, për besimin për veprat. Dhe pastaj do ndahen njerëzit një pjesë për xhenet dhe një pjesë për në zjarrin e xhehenemit. Kështu që besimi në ditën e gjykimit është një nga shtyllat e imanit.